Diku shqiptarët erdhën me gomone në brigjet britanike për t'i shpëtuar varfërisë. Disa prej tyre ranë prej trafikimit dhe përfunduan në rrjete kriminale, shtëpi bari, por shumë të tjerë zgjodhën rrugën e punës, integrimin dhe ndërtimin e një jete të re. Tani në lidhje direkte jemi me avokatin Naim Hasani, i cili do të na tregojë në palimit se si është integruar komuniteti shqiptar në Britaninë e Madhe dhe cilat janë sfidat me të cilën përballen sot. Avokati, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje shumë, faleminderit për ftesën. A vazhdojnë të vinë me gomona? Padyshim ka një rënje të jashtëzakonshme të numrit të migrantëve shqiptar që tentojnë të hyjnë në Britani në mënyrë paligjshme, sidomos nga Franca drejt Britanisë, duke parë numrin rreth 14.500 shqiptar që erdhën në vitin 2022. Pra kemi një rënje drastike, ndoshta 80-90% të numrit të asgjërkuesve që vinë me gomone qytetar shqiptar, dhe vitin e kaluar ka pasur rreth 760 kërkesa për azil nga persona që kanë ardhur me gomone, kështu që kemi një rënje drastike dhe është një lajm i mirë faktikisht për shqiptar, por edhe për politikat e qeverisë britanike dhe bashkëpunimin që ka qeveria britanike me qeverinë shqiptare për sa i përket luftës kundër emigracionit të paligjshëm dhe fenomeneve të trafikimit të qenëve njerëzore. Atëherë dikush shqiptarët në Britaninë etiketojshin shpesh si çuna problematik, por sot shumë prej tyre janë pjesëmarrës, investitorë dhe pjesë aktive e shoqërisë britanike. A ka ende të tillë? Pjesa më e madhe, pjesa dërmuese e qytetarëve shqiptar që jetojnë në Britani janë çunat e gocat e Londrës të mrekullueshëm, që janë pjesa më e madhe janë rritur këtu dhe ata që kanë ardhur dhe që kanë ardhur rritur në Britani 30 vite përpara sot janë inkuadruar totalisht në jetën politike, ekonomike, sociale, shoqërore, kulturore në çdo aspekt të jetës së Britanisë dhe pjesa dërmuese bën një jetë absolutisht të barabartë me çdo qytetar të Britanisë dhe është shteti dhe politika atë që ndjek shteti dhe qeveritë e njëpasnjëshme britanike që në përgjithësi kanë arritur të inkuadrojnë komunitetet jo vetëm shqiptar, por nga gjithë bota që vinë në Britani të ndjehen në një shoqëri kohezive, në një shoqëri bashkëpunuese, në një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe padyshim qytetarët shqiptar janë përpjesë e çdo aspekti të jetës në Britani dhe kemi qytetarë shqiptar që kanë arritur me shumë sukses dhe kontribuojnë përditshëm në ekonominë britanike në çdo pjesë të saj dhe absolutisht janë ata të cilët duhet çdo media britanike të vëjë në pa kontributin e tyre dhe jo një pjesë shumë e vogël e qytetarëve shqiptar që fatkeqësisht i kanë dhënë një emër të rinjve të rejave shqiptarë si puna çunave të Londrës që sikur se thon ai fenomeni që shqiptarë vinë në Britani vetëm për të marrë me shtëpitë e barit nga tjetër, më thënë është absolutisht një mit që në përgjithësi ka një pjesë të vogël, por pjesa dërmuese qytetarëve shqiptar në Britani ndjehen totalisht inkuadruar dhe pjesë e shoqërisë britanike, por duke ruajtur gjithmonë identitetin kombëtar, prejardhjen nga vinë dhe duke u ndjerë të barabartë me qytetarëve barabartë në Britani. Tani unë jam kurioze të di, a bëhen pasimbërinë atje apo shkojnë me një mision të qartë? Ka nga ata të rinj shqiptar që elementet kriminal, trafikant, ju reklamojnë një realitet totalisht të ndryshëm nga ai që ekziston në Britani, sikur që po të vinë në Britani i kanë lugët e Floririt dhe do të jenë gjithçka gati për ta dhe kur vinë këtu përballen me një realitet totalisht të ndryshëm, të dëshpëruar, pa mundësi për të marrë akses të asnjë nga shërbimet publike, me frikën se do të bëhen në një vend në vendin e origjinës, me frikën se nuk mund të punojnë dhe nuk mund të gëzojnë të drejtat ashtu siç i kanë qytetarët e lishëm në Britani dhe qytetarët britanik dhe duke parë këtë një zhgënjim të jashtëzakonshëm dhe duke parë shumat e mëdha që ata kanë marrë poshtë ose kanë harxuar për të ardhur në Britani, atëherë ta bien pre kriminalëve, atyre që organizojnë shtëpiat e barit dhe trafikun e drogës dhe fatkeqësisht bien prej këtyre dhe përfundojnë në shtëpia bari, përfundojnë aktivitete kriminale dhe pastaj përfundojnë. Në fakt, këto doja të pyesja. Katat britanike dhe përfundojnë në burg dhe pastaj deportuar në Shqipëri.
Në fakt doja të pyesja se sa rrezikojnë të rinjt shqiptar, sidomos të miturit, për të rënë pre trafikimit dhe shfrytëzimit nga grupet kriminale. Para rreth 6 muajsh shërbimi social ose institucionet e shërbimeve sociale në gjithë Britaninë kanë dhënë alarmin, sidomos në pjesën juglindore të Anglisë, që një numër i madh i fëmijëve shqiptar kanë arritur të humbin kontakt me shtëpiat në të cilat janë dërguar, me shërbimet sociale që janë dërguar për mirëkujdesje, për arsye që ka qenë fëmijë dhe është detyra e shtetit për të kujdesur për ta, dhe këta janë larguar dhe shteti ose policia nuk kanë asnjë dhënë akoma dhe sot se ku mund të jenë. Prandaj aludohet që këta të rinj të kenë përfunduar në duart e trafikantëve, në shtëpia bari dhe të kenë përfunduar në aktivitete kriminale. Po e njëjta gjë është edhe për të rinj të cilët mund vinë, kërkojnë azil dhe pasi bëjnë kërkesat e tyre për azil, largohen në drejtim të paditur dhe aludohet që këta janë pjesë e një kontingjenti kriminal që merret me aktivitet paligjshme të kultivimit të rritjes së kanabis dhe jo pak autoritetet britanike, policia britanike ka arrestuar një numër të rinj qytetarë shqiptar, të cilët janë kapur në shtëpia bari ose dhe duke marrë me rritjen vaditjen apo çfarë proceset që bëhen në shtëpiat e barit, po problemi është se arrestohen ata që janë viktima dhe nuk arrestohen në përgjithësi ata që janë arkitektët, organizatorët, drejtuesit, organizuesit e këtij aktiviteti kriminal. Si funksionojnë skemat e trafikimit? Duke parë mënyrën se si aludohet në gjykata dhe se si dënohen të rinjt shqiptar, të cilët merren në aktivitete të tilla kriminale, sidomos me fenomenin e rëndom të shtëpiave të barit, këta individ, si e tha, ose rekrutohen nga Shqipëria dhe vinë në Shqipëri për një qëllim të tillë, duke bërë pjesë e rrjetit të banda kriminale që drejtojnë të trafik kriminal, ose bien në një dëshpërim pasi kanë ardhur në Britani dhe nuk gjejnë punë, nuk gjejnë atë që kishin premtuar dhe duke kriminal të cilët organizojnë aktivitete të tilla shfrytëzojnë këtë dobësi, vulnerabilitet të këtyre individëve duke ju premtuar që do të punojnë dhe të pasurohen në periudhë të shkurtër. Fatkeqësi është që ata i bien prej këtyre aktiviteteve dhe në fund arrestohen nga policia, përfundojnë në burg dhe deportohen dhe nuk mund të hyjnë në Britani për paktën 10 vjet. Dhe nëse hyjnë në Britani tentojnë të hyjnë, ligji është shumë i ashpër që dënimi mund të jetë deri në 5 vjet në burg vetëm për të hyrë në thyrje deportimit nga Britania. Atëherë në burgjet britanike ka edhe shtetas shqiptar të dënuar. Sa jeni në dini për cilat vepra penale, për të cilat janë dënuar dhe cilat janë më të shpeshtat? Në Britani ka rreth 100.000 të dënuar dhe nga ta të paktën 10.000 janë shtetas të huaj me të etniciteteve të ndryshme dhe nga 10.000 paktën 1.730 persona në bazë të statistikave të marrësit të këtij viti janë qytetarë shqiptar. Dhe nga këta ka për çdo lloj vepre të ndënuar, siç ka për çdo lloj kriminaliteti të çdo lloj kombësie tjetër, por fatkeqësisht pjesa më e madhe e të rinjve shqiptar, dënuarve shqiptar në burg që vuajnë dënimet në burgjet britanike janë për fenomenin e rritjes së kultivimit të kanabisit ose shtëpiat e barit, siç e quajnë ne rëndom në Shqipëri. A ka shifra se shqiptarët janë dërguar apo janë përballuar me procedura dënimi nga autoritetet britanike? Dënimet për vepra kriminale të tilla janë shumë të ashpra dhe jo vetëm për një person që edhe nëse ka leje qëndrimit në Britani ose leje përhershme qëndrimit në Britani dhe merret me aktivitete të tilla kriminale,
në qoftë se dënohen, në dënimet mund shkojnë paktën nga 12 muaj dhe deri në 4, 5, 6 vite, 8 vite, varet sipas rolit që ka në strukturën kriminale. Atëherë në qoftë se një person dënohet më shumë se 12 muaj burg, atëherë automatikisht deportohet nga Britania dhe nuk mundet të hyjë këtu për një kohë të gjatë. Për sa i përket individëve të tillë që nuk kanë leje të qëndrimit, ata dënimi është një lloj, por ata kthehen, domethënë edhe nuk mund të qëndrojnë në Britani, kur nuk mund të qëndrojnë në Britani as ata që kanë leje qëndrimit, ata që nuk kanë edhe kanë shumë më vështirë. Dhe në qoftë se ke kryer vepër kriminale dhe kthehesh, të jepet urdhër deportimi, ti nuk mundesh të qëndrosh në Britani asnjëherë ose të paktën 10 vite dhe duhet të bësh kërkesë drejt për drejt ministres së brendshme që ta heqë të urdhën deportimit që të kesh mundësi të bësh Britani. Pasojat janë absolutisht katastrofike për një person i cili dëshiroj të ndërtojë të ardhmen në Britani dhe përfshihet në aktivitete të tilla. Domethënë është fundi i mënyrës ligjore të qëndrimit në Britani nëse bën vepra të tilla. Sa të fuqishme janë grupet kriminale shqiptare në Britaninë e Madhe krahasuar me grupet e tjera kriminale? Britania ka grupe ndryshme kriminale dhe falë sundimit të fortë të ligjit ka edhe ka edhe organe ligjzbatuese që janë absolutisht të forta që përballojnë çdo lloj aktiviteti kriminal dhe vënë për përgjegjësisë ligjore dhe dërgojnë para drejtësisë dhe drejtësia dënon maksimalisht çdo lloj grupi kriminal, qofshin ta shqiptar apo të huaj. Kështu që sado i rrezikshëm të jetë një grup kriminal, sado i konsoliduar të jetë një grup kriminal përfshin edhe ata shqiptar, dora e drejtësisë britanike është shumë e fortë dhe është e mirë organizuar, absolutisht e pajisur me çdo lloj mjeti dhe mënyre investigimi për të vënë para drejtësisë çdo lloj grupi kriminal çdo qoftë. Shqiptarët po t'ju referohet disa tabloide britanike, flasin për ditë për banda kriminale shqiptare që kontrollojnë trafikun e drogës në Britani, por të siguroj që nuk ka vetëm shqiptarë, që ka aktivitet edhe banda kriminale nga shtete të tjera. Ajo që është e rëndësishme, kriminalët janë nga kudo, ajo që është shumë e rëndësishme është që organet ligjzbatuese, drejtësia britanike vepron me dorë të hekur ndaj atyre të cilat arrestohen, vjen para drejtësisë dhe dënohen maksimalisht si një shembull për ata që tentojnë normalisht të kryejnë aktivitete të tilla. Prandaj nuk është puna që sa të rrezikshëm janë kriminalët shqiptar apo një kombësi tjetër. Ajo që është më e rëndësishme është sa e përgatitur është drejtësia që të merret me kriminalët të tillë. Dhe drejtësia britanike dhe organet ligjzbatuese britanike janë më të forta në botë dhe përballen çdo lloj krimi të organizuar ka dëshitë. A është mafia shqiptare një nga aktorët kryesor të trafikut të drogës në Evropë? Padyshim organet e inteligjencës britanike dhe NCA, organizata e inteligjencës antikriminale, ka dhënë alarmin disa herë për një forcim të grupeve shqiptare të cilat operojnë nga Britania nëpërmjet shteteve të Evropës, por edhe vendeve të Amerikës Latine dhe e përdorin Britaninë si qendër për të organizuar trafikun e tyre të palishëm, por duke parë që sa më shumë që forcohet një grup kriminal, aq më shumë forcohet edhe lufta ndaj këtij grupi kriminal nga organet ligjzbatuese britanike dhe padyshim që ka problem me krimin organizuar shqiptar në Britani, por ka mjaft shtetas shqiptar që janë marrë me vepra të tilla dhe sot përfundojnë në vujin e dënimit në Britani dhe ka për atyre që janë deportuar, mjaft për atyre që janë deportuar në Shqipëri pas vujtjes së dënimit për veprat kriminale të trafikove të lëndëve narkotike. Avokat, si ka ndryshuar perceptimi i britanikëve ndaj komunitetit shqiptar? Gjatë kohës qeverisë së fundit të Partisë Konservatore deri në korrikun e vitit 2024 kishin një qasje absolutisht të papranueshme, një qasje me xenofobike kundër shqiptarëve
nga politikan të partisë konservatore, sidomos Suela Braverman dhe Robert Jenrick që ishin Ministri i Brendshme dhe Ministri i Emigracionit, por edhe nga politikani i ekstrem të djathtë Nigel Farage, duke etiketuar shqiptar si më keqbërësit në Britani dhe duke etiketuar në parlamentin britanik qytetarë shqiptar si pushtues dhe kriminal. Një retorikë e tillë rriti shumë tensionet faktikisht ndërrjetike dhe frikën e qytetarëve shqiptar për represalje, për vepra kriminale ndaj tyre nga element ekstremist në Britani, por me ardhjen e qeverisë laboriste të kryeministit Keir Starmer kemi një zbutje totale, paktën nga ana e institucioneve shtetërore të retorikës antishqiptare dhe padyshim kam pritur që qeveria laboriste të bëjë një të tillë, sepse është ajo që ka mbështetur qytetarët shqiptar në kohë kur kryeministri ishte Tony Blair dhe kishte një ndjenjë të madhe shqiptarëve gjatë kohës së luftës Kosovës dhe pas 97-s në Shqipëri dhe kemi pra një zbutje totale të klimës politike në favor të shqiptarëve në gjithë Britaninë, por padyshim politikani i ekstremit të djathtë Nigel Farage vazhdon të trumbetoj faktin e shqiptarëve si keqbërës, trafikant, kriminal, por besoj që me suksesin e Partisë Laboriste, me suksesin edhe të kryeministit të ri që do shpallet ditën e hënë Andy Burnham, patjetër qytetarët shqiptar të ndjehen të sigurt, të jenë të sigurt dhe të barabartë mes barabartëve dhe të ndjehen të mbrojtur nga fuqia dhe forca e ligjit që ju garanton çdo qytetari përfshi atyre shqiptar. Apo vlerësohet sot më shumë kontributi i shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë atje? Ka shqiptarë shumë të famshëm që jetojnë në Britani dhe kemi Dua Lipa, Rita Ora, kemi shumë businessmen, kemi shumë përfaqësues në mjekësi, në drejtësi, në shkolla, në çdo institucione publike dhe padyshim Britania vlerëson kontributin e çdo qytetari shqiptar, shtetas britanik që kontribon padyshim në ecjen përpara, në forcimin e ekonomisë të shtetit britanik, por në të njëjtën kohë është ajo që ka qenë gjithmonë parimi kryesor i Britanisë që dallon nga çdo vend tjetër në Evropë dhe kudo tjetër, është që qeveria promovon ruajtjen dhe mbajtjen të pastër të identitetit kombëtar dhe përkatësisë etnike të çdo individi. Kështu që është ajo që promovon mbajtjen e krenarisë kombëtare të vendit të origjinë, në rastin tonë të qytetarëve shqiptar, të qenurit shqiptar, por të qenë shtetas britanik, kështu që është absolutisht diçka unike në Britani të cilën ne e vlerësojmë. Çfarë duhet të ndryshojë qeveria shqiptare dhe ajo britanike për të rritur besimin dhe për të mbrojtur emigrantët shqiptar në Britaninë e Madhe? Për të folur për qeverinë shqiptare, faktikisht na duhet një kohë gjatë se çfarë duhet ndryshojë, qasën që duhet ndryshojë qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar për shqiptarët të cilët janë larguar nga Britania dhe janë 50% e tyre ose më shumë janë diasporë sot. Besoj duhet të shikosh edhe protestat që bën për ditë në Shqipëri për të parë se çfarë ju ka sjell qeveria dhe politika shqiptare për 35 vite, por për sa i përket bashkëpunimit me qeverisë britanike dhe asaj shqiptare ka qenë për të lavdëruar kufizimi në maksimum i numrit ardhjes emigrantë paligjshëm shqiptar me gomone nga Franca drejt Britanisë, dhe siç e thash në fillim, që ka një rënje drastike të qytetarëve shqiptar. Kjo është fal bashkëpunimit të organeve ligjzbatuese mes Shqipërisë dhe Britanisë. Dhe në anë tjetër, për sa i përket politikës shqiptare, padyshim ka mjaft për të thënë dhe mjaft për të dëshiruar si ka mundësi pas 35 vitesh që nga rënja e komunizmit të kemi të rinj shqiptar kaq të dëshpëruar të përdorin çdo lloj mënyre, çdo lloj mjeti, duke rrezikuar edhe jetën, edhe për të ardhur në Shqipëri, edhe për të ardhur në Britani, edhe për të qëndruar në Britani duke marrë me aktivitete kriminale, thjesht vetëm për mos të kthyer në Shqipëri, mos të kthyer kokën nga Shqipëria. Avokatun falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Shpresoj të jemi në ditë tjetër në lidhje përsëri. Kënaqësia është e mia, faleminderit juve. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.